Tashme të gjithë jemi dëshmitar të tabelave të vendosura në sheshin e Prishtinës, ku janë të përmbledhura disa krime serbe të kryera gjatë periudhës së luftës në Kosovë nga aparati shtetëror serb. Mirëpo ato kryesisht janë të inspiruara nga narrativa serbe dhe përqudi të financuar nga Kuvendi i Republikës së Kosovës me autor dhe dizajner Shkelzen Gashi dhe njerëzve përreth tij. Por kush është Shkelzen Gashi? Shkelzen Gashi është një person i afërt i Albin Kurtit, i cili madje ka qenë edhe këshilltari i tij. Ky për vite me radhë në studiot televizive përpiqet që të imponojë një mendim që 20 vite Kosova është katruar si vend. Shumicën dërmuese të ceneve që kanë ndodhur për këto 20 vjet i shoqëzi. As regjimi okupues kriminal, sot në vitet e 90-ta nuk i ka bëu çka i kemi bëu na për 20 vjet. Pastaj përpiqet të relativizojë krimet, duke qenë mjaft i ashpër në akuzat ndaj krerëve të ushtrisë shqyrtare të Kosovës dhe duke përgëzuar Dik Martin për raportin e tij. Marti ka publikuar një raport ku flitet për krimet që pjesëtarët e ushtrisë shqyrtare të Kosovës i kanë kryer ndaj civilëve të pafajshëm. Dyshohet që kanë kryer. Po dyshohet sepse njerëzit janë vramë, i kemi gati 1000 serb civil të pafajshëm. Shumicën dërmuese ty në pjesëtarë të shkos, se nuk kanë mujt me qenë pjesëtarë të shoqënisë kulturore artistike Hajdar Dukshi. Shkelzen Gashi me shokët e tij në protesta ishin treguar mjaft të dhënshëm duke sulmuar policinë e Republikës së Kosovës në stil rrugaqesh, po ashtu edhe rektorin e Universitetit të Prishtinës. Por kjo nuk përfundon vetëm me kaq. Shkelzen Gashi kishte kërkuar autonomi ekstra për popullin serb në Republikën e Kosovës. Unë do me thonë jam i thari idesë që Serbëve më dhoni autonomi, madje autonominë më gjatë mundshme që njihet për drejtat minoriteteve. Po ashtu, Shkelzen Gashi promovonte libra, të cilat kryesisht janë narrativ serbe mbi krimet e kryera në Kosovë gjatë periudhës së luftës. Se sa manipulues, gënjeshtar dhe mashtrues është ky monstrum mediatik, atë mund ta vërtetojmë në postimin e tij ku përpiqet që fajin për përmbajtjen e tabelave në sheshin e Prishtinës ta hedhë diku tjetër. Mirëpo ai shumë shpejt u demantua gjatë ditës. Por kush i del në ndihmë në këtë rast Shkelzen Gashit është një vegël e tij, një palaço siç është Rëngjinovci, i cili me superlativa fliste për shtetin Jugosllav. Koha e artë e Jugosllavisë, ku ka qenë një shtet i mirëqenjes, një shtet i prosperitetit, ku njerëzit që kanë jetuar aty janë një krenar. Këtu janë vetëm disa nga faktet të cilat tregojnë se tabelat e vendosura si ekspozit në sheshin e Prishtinës nuk janë të rastishme. Manipuluesit si Shkelzen Gashi, palaçet si Rëngjinovci dhe kryeministrat si Albin Kurti, duke moralizuar dhe duke treguar një kombëtarizëm fake, përpiqen që shtetin e Republikës së Kosovës ta paraqesin të dështuar, duke e ngulitur në kukë të njerëzve korrupsionin dhe krimin. Kryeministri i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, duhet të distancohet nga kjo gjë. Përndryshe ai nuk meriton që të paguhet nga taksapaguesit e rregullt të Republikës së Kosovës.